Aktoria shqiptare shpallet e humbur, familja e dëshpëruar kërkon ndihmë. Ka pushtuar mediat sot lajmi se aktoria shqiptare Adea Shabani është dukur që prej të premtes së javës së shkuar. Adea jeton në Los Angeles prej 2 vitesh në ndjekje të ëndrrës së saj hollywoodiane. 25 vjeçaria studion për aktrim në Los Angeles dhe miqt filluan të shqetësohen kur ajo nuk ishte shkuar në mësim. Miqt thonë se Adea nuk e kishte kyçur derën e shtëpisë dhe hera e fundit kur u pa ishte në 23 shkurt afër bllokut 1700, disa bllokë larg teatrit të famshëm kinez në mes të Hollywoodit, jo shumë larg vendit ku jeton. Mamaja e saj ka angazhuar hetues privat, teksa familja dhe miqt janë shumë të shqetësuar dhe po kërkojnë ndihmë. Diçka po ndodh me të, nuk e dim ku është. Shpresojmë të jetë gjallë, është shprehur mikesha e Adeas, Emma Joe.